Nëse dikur ne shikonim që, ose deputetët i shikonin me makinat shtrenjta që parkonin aty përpara parlamentit në kundërshtim me ligjin, apo ministrat kishin një lloj tjetër aureole dhe ishin shumë larg qytetarit, sot ka ndodhur e kundërta. Ministrat nuk guxojnë të hyjnë nga dera kryesore e parlamentit. Deputetët nuk guxojnë të kalojnë nga dera kryesore sepse ata kanë frikë dhe turp nga ky masivitet ose nga ky reagim qytetar, të cilët tashmë kanë zbuluar se frika ka qenë një realitet i perceptuar, pra nuk ka qenë një gjë e vërtetë. Kanë zbuluar se liria ka qenë me ta, por nuk e kanë ushtruar. Kanë zbuluar se ata kanë të drejtë të kërkojnë çdo ditë dhe jo të votojnë një herë në 4 vjet dhe të presin. Ata votojnë çdo ditë me portofolin e tyre, me zërin e tyre, me reagimin e tyre, pra me vendimet që ata marrin dhe me demonstrimin e tyre në bulevard. Kështu që shoqëria shqiptare mendoj që ka hyrë në një proces demokratizimi, ashtu si shumë shoqëri europiane, të cilën ne po e përjetojmë dhe ne presim që kjo të ndryshojë me një ditë, apo 36 vite keqeverisje ose qeverisje tranzitore të zhbëhet me një ditë apo një muaj. Kjo është gati e pamundur.